Momentin që njeriu e ka bind veten, i ndikuar prej civilizimit materialist, e ka bind veten që vlera e tij nuk është në qenien e tij si njeri, po është në ato që e posedon, aja ka nis tash me luftu shumë për me posedu, për me pas, edhe në kodrë so e ka harru veten, domethënë e ka harru insanllokun e tij, e ka harru njerëzorin e tij. Edhe menoj që ka buni për kufizim të jashtëzakonshëm, sepse na shohim sot në një botë, njerëzit nuk kanë vakt me menu për veti. Nuk kanë vakt me mendu për qenien e tyne, për qenien, që më thënë, njerëzore të tyne, për vlerat si njerëz, jo vlerat që i posedojnë nga malli pasunia, po vlerat si persona, si njerëz. Na po thojna, për gjeneratat e vjetra nuk po vjen mirë puna. Pse s'po vjen mirë puna? Se në momentin që dirsh në penzion, edhe nuk ki gjësende, nuk ki mall, nuk ki para, praktikisht nuk të bëhe sa kërkosh mo. Pse? Sepse logjika po ndërtohet. Ku buron vlera njeriut? A buron vlera njeriut si njeri, në qenien e tij, në ekzistencën e tij, apo buron në ato që e posedon ai? Kur nxjerr këtë filozofi në rashtin shoqëror, ai thotë kështu: dallimi mes këtyne dy pikpamje, se vlera njeriut reduktohet në gjësende, apo vlera njeriut është në qenien e tij, në pjesën qendrore të tij, thotë është fokusi i shoqënie në gjësende dhe fokusi i shoqënie te njeriu. Se dia kena pas fol një herë, 3 lloj shtetësh paska. Shtetet që trajtojnë qytetarin si njeri, shtetet që trajtojnë qytetarin si gjësend, ti je gjësend, apo kupton? E kuptoni gjësend? Domthon, si e njeri je gjësend, domthon gjësendin e trajtojnë çush dush. Edhe shtetet që faktikisht marrëm ju thon shtete, po që i kanë zonë taksirati ju thonë shtete, janë ato shtetet të cilat nuk e trajtojnë njeriu as si gjësend, trajtojnë si hiç. Ti je qenie, ti je njeri, edhe ti dush mu trajtu si njeri në një shtet të dinitetshëm. Nëse s'trajton si njeri, ai nuk është shtet i dinitetshëm. Nëse trajton si gjësend, është shteti prapambetur, ndërsa nëse nuk trajton si kur gjuhiq, ai nuk është marrëm i thon shtet, po taksirati që për fat keq i thojnë edhe shtet.